marrëveshja trilaterale. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka reaguar ndaj deklaratës së Serbisë lidhur me nënshkrimin e memorandumit të mbrojtjes midis Kosovës, Kroacisë dhe Shqipërisë gjatë kësaj jave. Osmani në një deklarim për mediat të premten tha se ky bashkëpunim midis shteteve të rajonit nuk paraqet kërcënim për Serbinë, duke shtuar se Serbia po bën të njëjtën gjë që ka bërë gjithmonë, pra po gënjen. Presidentja e Kosovës e ka quajtur qesharake deklaratën nga ana e Serbisë se me këtë memorandum trilateral është shkelur një marrëveshje e vitit 1996, duke thënë se Serbia bashkë me Rusinë tentojnë ta paraqesin veten si viktima, duke shfrytëzuar situata që nuk kanë të bëjnë me ta. Nëse i shihni deklarimet e tyre qesharake, përkundër faktit që ka një histori sulmesh, pushtimesh, histori gjenocidi, histori luftrash që i kanë shkaktuar vetë, shtetet agresore si Serbia e Rusia paraqiten se kinë se dikush po i sulmoj kata. Në historinë e ekzistimit të kombit ton, ne kur nuk e kemi sulmuar askënd. Por në historinë e kombit ton, shqiptarët dhe Kosova në veçanti gjithmonë e kanë mbrojt vetveten. Ajo tha se marrëveshja trepalshe synon që vendet të cilat kanë firmosur të ndihmojnë njëra tjetrën për të rritur kapacitetet e mbrojtjes dhe jo për të sulmuar të tjerët.